Në zbatim të masës, detyrim paraqitje Sali Berisha u paraqit sërish në SPAK të hënë. Njoftonte menjëherë këtë gjë. Pas daljes prej aty, ku sërish akuzoi Altin Dumanin, theksoi se gjyqtare Sirena Gjoka, që ka pasur e para në dorë dosjen Partizani, i ka përfunduar mandati. Mbahet në ta shtuquiturin, hetim paraprak pa emër. Duke vijuar me sistemin e drejtësisë, theksoi se gjykata kushtetuese ka marrë vendim politik mbi ndërprerjen e mandatit të antares së këtij institucioni, Sonila Bejtja. Nuk ndodh kur që hajde të mbledhim të gjykojmë se si na takon ne. Po ky është konflikti më flagrant i interesit. Nuk ndodh kur kjo, përveç se në Shqipëri që ndodh çdo gjë. Përballjen me mediat e vazhdoi në Selim Blu, ku sqaroi pozicionin e Partisë Demokratike mbi mungesën e demokratëve në protestën e së premtes në mbështetje të 4 ish-drejtuesve të UÇK-s. Nuk ka patur asnjë urdhër për të marrë apo për të mos marrë pjesë në protestën e UÇK-s. Gjergj Nika ka shpallur kandidaturën për zgjedhjet në Vlorë, por Sali Berisha thotë se ai nuk vjen nga radhët e Partisë Demokratike. Ish kryetari i partisë Basha me Ali Bej, se lidha asgjë me Partinë Demokratike. Në 5 bashkit ku do të zhvillohen zgjedhjet për kryetar, Partia Demokratike ka deklaruar se do të mbështesë kandidatët që shfaqën vullnetin për të qenë në këtë garë.